Shikues të nderuar, ju përshëndes dhe mirë se vini në edicionin qendror informativ në News 24, ndër të tjera në lajme do të ndiqni. Vrasja e Liridon Ademaj dënohet me burgim të përjetshëm i shoqi Naim Murseli, u akuzua se planifikoi dhe urdhëroi krimin. Kryeministri Rama pranon problemet me sigurinë ushqimore dhe deklaron se standardet nuk negociohen. Nënkryetari i Komisionit të Ekonomisë Eno Bozdo denoncon tatimet, po shpërfillin ligjin e amnistisë kanë vendosur bizneset në presion të padrejtë. Velia e kërkesë gjykatës të transmetohet gjyqi live, publikut i duhet transparencë. Fishekzjarët alarm për sigurinë kërkohen masa të forta për të parandaluar tragjeditë. Kastrati Group modernizon aeroportin e Tiranës, gazetari CNN kalova në vetëm 5 sekonda, si në asnjë aeroport tjetër. Presidenti i Shteteve të Bashkuara i dërgon letër Vjosa Osmanit, vlerëson bashkëpunimin dhe e quan mike të SBA-s. Armëpushimi po mbaron, Trump paralajmëron, Irani do të ketë probleme përpara nëse s'negocion. Njihemi tani mëngjesisht me zhvillimet e ndodhura deri në këto momente. Në gjykatën themelore të Prishtinës u shpall vendimi ndaj 3 akuzuarve për vrasjen e Liridon Ademajt. Bashkëshorti i saj, Naim Murseli dhe Granit Plava u dënuan me burgim të përjetshëm, ndërkaq i akuzuari i tret, Kushtrim Kokalla, u dënua me 30 vite burgim. Naim Murseli u shpall fajtor për organizimin dhe vrasjen e bashkëshortes së tij në sy të fëmijëve. Gjykata themelore në Prishtinë dënoi këtë të martë me burgim të përjetshëm Naim Murselin dhe Granit Plavën, ndërsa Kushtrim Kokallën me 30 vjet burgim për vrasjen e Liridon Ademajt më 29 nëntor të vitit 2023. Në fjalët përfundimtare në gjyqin ndaj tyre, prokuroria kishte kërkuar burgim të përjetshëm duke pretenduar se vrasja 30 vjeçares, bashkëshortes së Murselit, ishte kryer në mënyrë të planifikuar. Të akuzuari Naim Murseli dhe Granit Plava ju shqipton dënim me burgim përjetshëm. Të akuzuarit Kushtrim Kokalla i shqiptohet dënim me burgim në kozgjati prej 30 vite. Pas vendimit të dhënë nga gjykata e Prishtinës, vëllai Liridon Ademajt deklaroi se vendimi u lehtësonte pak dhimbjen. Ky vendim sot nuk shkon vetëm për ne, shkon për Liridonën, shkon edhe për fëmijët e saj, të cilët nuk do ta shohin më nënën e tyre përjetësisht. Andaj, ky dënim duhet të jetë edhe një mësim për gjithë ata, të cilët mundohen apo krijojnë mundësi që ta bëjnë një krim të tillë. Mbrëmjen e 29 nëntorit 2023, Liridon Ademaj u vra në një rrugë në fshatin Bërnic të Prishtinës, teksa ishte në vetur bashkë me bashkëshortin Naim Murselin dhe 2 fëmijët e tyre. Aktakuza e ngarkon Murselin se kishte planifikuar vrasjen e saj me qëllim që të përfitonte nga sigurimi i saj jetësor në Suedi, në vlerë prej rreth 260.000 eurosh. Kokalla akuzohet se kishte prezantuar Murselin me Plavën, i cili akuzohet se kreu vrasjen. Plava u gjet fajtor për vrasjen e Ademajt Marmzjarri, duke e qelluar ato në kokë, sipas ekspertit mjekoligjor. Sipas prokurorisë, ai kishte kryer vrasjen në këmbim të 30.000 eurove nga Murseli. Prokuroria e çështjes, Javorka Perlinçević, deklaroi gjatë shqyrtimit gjyqësor se Murseli e kishte mbajtur për krau bashkëshorten e tij që të mos i shpotonte plumbit. Pistoletën me të cilën u krye vrasja, Murseli akuzohet se e kishte bler për 280 euro ditën e ngjarjes tragjike që tronditi jo vetëm Kosovën. 3 persona mbetën të vrarë në Podgoricë të Malit të Zi, 2 prej të cilëve vëllezër shqiptar. Nga krimi i rënd kanë mbetur të vrarë vëllezërit Denis Hoti, 28 vjeç dhe Nezrin Hoti, 27 vjeç. Për vrasjen e 3 fisht është shpallur në kërkim autori i dyshuar Vehid Muriç, 25 vjeç, i cili besohet se ka kryer krimin pas një mosmarrveshje personale mes tyre. Pas kryerjes së krimit, ai ka shkuar në qytetin e lindjes ku ka ushtruar dhunë ndaj nënës së tij. Familja e raportoi rastin në polici dhe më pas krimi u zbulua në Podgoricë. Mediat në Malinezi shkruajnë se krimi dyshohet jetë kryer gjatë natës
në një apartament me qira. I dyshuari, sipas policisë, vrau 3 shokët, me të cilët ishte në Podgoricë duke punuar në një kantien ndërtimi. Autoritetet po zhvillojnë një operacion të gjerë kërkimi për kapjen e të dyshuarit, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje të rëndë. Kryeministri Rama ka pranuar se në fushën e sigurisë ushqimore në Shqipëri ekzistojnë probleme që duhet të adresohen urgjentisht, duke theksuar se respektimi standardeve evropiane është i panegociueshëm në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Ai paralajmëroi sipërmarrësit për pasojat e mospërgatitjes, ndërsa kërkoi reformim të praktikave të kontrolleve shtetërore. Siguria ushqimore është sfida që duhet fituar, pasi është e panegociueshme. Kryeministri Edi Rama ka pranuar problemet që ekzistojnë në Shqipëri, që duhen adresuar jo thjesht dhe vetëm me miratimin e ligjeve të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Ligji i shkruar sado mirë nuk bën punën. Punën e bën njerëzit që e zbatojnë ligjin. E bën njerëzit që duhet luftojnë informalitetin në zinxhirin ushqimor. Një problem serios ky me cilin përbalemi sot dhe gjithë ditën. Unë i trembe vetëm neglizhencës alla shqiptarëshe që hajtë se ka kohë. Ama se ka kohë se s'ka problem. Sipërmarrësve të produkteve ushqimore, kryeministri Rama u bëri të qartë se anëtarësimi në Bashkimin Evropian duhet i gjejë në respekt të gjitha standardeve, përndryshe falimentimi është i sigurt. Ajo që e pret sipërmarrjen me këtë proces të antarësimit në Bashkimin Evropian është një thik me 2 presa. Nga njëra anë, një horizont i ri mundësish për ata që do të jenë përgatitur, nga ana tjetër, një humner falimentimi për ata që nuk do të jenë përgatitur. Ky është realiteti. Edhe pse nënvizoi rëndësinë e respektimit të kontrolleve për sigurinë ushqimore, Rama u kërkoi inspektorëve të japin fund kontrolleve pa kriter. Ndërtimi i një kulture dhe i një praktike kontrollesh zyrtare në bazë risku për t'i dhënë fund një herë mirë në të gjithë inspektoratet traditës së vjetër edhe të shëmtuar të kontrolleve të befasishme të iniciuara nga vetë inspektorët, të cilat janë një shëmtie e vërtet. Ambasadori Silvi Gonzato theksoi se siguria ushqimore është shumë e rëndësishme për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe tregun e përbashkët. Siguria mbron qytetarët dhe siguron konkurrencën e bizneseve. Në kontekstin e antarësimit në BE, siguria ushqimore përfaqëson situatën më komplekse. Ecuria nuk matet vetëm me qëllimet apo miratimin të legjislacionit, por me funksionimin e sistemeve dhe inspektimeve efektive. Siguria ushqimore është pjesë e kapitullit 12 negociues me Brukselin, ndërkohë që për Bashkimin Evropian është një ndër më të rëndësishmet. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzon kryeministrin Edi Rama se ka fshehur pjesëmarrjen e tij në samitin e fundjavës së kaluar në Spanjë të organizuar nga George Soros. Ai komentoi disa akuza të një shqiptari në Britani për lidhje të qeverisë me krimin dhe paralajmëroi protesta më të mëdha të opozitës. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaron se Edi Rama ka marrë pjesë në një samit në Spanjë, por këtë nuk e ka bërë publike. Sipas shefit të Selis Blu, Rama e fsheu faktin sepse aktiviteti në fjalë është mbështetur nga George Soros. Çfarë emri mund t'i vini ju një kryeministri të tillë që fsheh pjesëmarrjen e tij në një samit ndërkombëtar dhe shet se ishte për një vizitë zyrtare në Spanjë? A mund ta quani këtë një burrec, një langaraq, por mundet edhe një prostitut amorale politike? Samiti në cilin u paraqit, siç deklaron udhëheqësi i majtës botërore ekstreme Alexis Soros, ishte organizim i tij. Je në foto, kujt ja fshet ti këtë? Po tani të shtyu, të shkosh tek ata të cilët kanë qëndrime të kristalta, anti-amerikane. Duke ju referuar një lajmi ku pretendohet se një shqiptar në Britaninë e Madhe i kërkon shtetit të mos kthehet në Shqipëri, pasi rrezikohet jeta nga një bandë lidhur me kryeministrin Edi Rama, bandë që ka vrarë për kreun e qeverisë, Berisha shprehet se kjo është akuzë e vërtetuar dhe se Taulant Balla ka qenë urdhëruesi. Është e dokumentuar me dokumenta zyrtare në dosjet e skapit të partisë
se Tauland Balla ka bërë ndërlidhjen direkte për probleme elektorale midis kartelit Çela dhe Edi Rams. Tauland Balla ka porositur vrasje. Tauland Balla është nisur me urdhër të Suel Çels me prokurorin Vath Staka në Shkodër për të liruar terroristët që i vendosen Tritolin ndërshal Lulzim Kullës. Sa i takon protestave të opozitës, Berisha zotohet se protesta e radhës do të jetë më e madhja e organizuar ndonjëherë. Protestë e fundit janë përdor helme me rrezik të lartë, janë përdor granata, janë përdor pluma gome, janë përdor vërbues ariu, janë hedhur nga taracat shishe molotov në mes të protestuesve. Janë hedhur nga taracat me dishmitar, të gjitha këto. Nënkryetari i Komisionit të Ekonomisë Eno Bozdo ka shprehur shqetësime bizneseve për presion të organeve tatimore ndaj tyre për shlyerjen e detyrimeve të papaguara, të cilat janë shuar nga paqja fiskale. Sipas Eno Bozdos, ligji i shuarjes së detyrimeve ka krijuar shumë probleme në ndërveprimin e bizneseve me organe tatimore. Ai tërhoqi vëmendjen se situata po dëmton rënd klimën e biznesit dhe besimin te shteti. Deputeti demokrat Eno Bozdo deklaroi nga kryesia e kuvendit se gjatë javëve të fundit ka marrë 10 ankesa dhe shqetësime të drejtë për drejta nga biznese në të gjithë vendin, të cilat vjojnë të përballen me kërkesa për shlyerjen e detyrimeve të vjetra tatimore, pavarësisht faktit se këto detyrime janë të falura apo të shuara me ligjin e amnistisë fiskale. Është e pabesueshme, por mbi të gjitha e papranueshme, që më shumë se 4 muaj pas hyrjes në fuqi të ligjit 84 për marrëveshjen e paqes fiskale dhe ligjit të 86 për fshirjen, shuarjen dhe pagesën e detyrimeve tatimore, këto ligje të miratuara nga kuvendi vazhdojnë të mos gjejnë zbatim real në praktikë. Shkaku është i qartë dhe nuk mund të fshihet më pas justifikimeve teknike. Ministria e Financave nuk ka përmbushur detyrimin e saj ligjor për të nxjerrë aktet në ligjore të domosdoshme për zbatimin e këtij ligji. Ky mosveprim i qëllimshëm ose i papërgjegjshëm ka krijuar një situatë absurde dhe të rrezikshme, ku ligji ekziston vetëm letër, ndërsa administrata tatimore vazhdon të veprojë sikur ai të mos ishte miratuar kurrë. Sipas Bozdos, mungesa e akteve nënligjore nuk është thjesht një vonesë burokratike. Ajo ka hapur rrugën për abuzivitet dhe presion nga ana e strukturave tatimore ndaj bizneseve, duke u dhënë atyre hapësirë për trajtime arbitrare, për interpretime selektive dhe për ushtrim presioni financiar mbi sipërmarrjen. Në vend që ky kuadër ligjor të sillte qetësi juridike dhe mbyllje përfundimtare të kapitullit të borxheve të vjetra, siç ishte edhe qëllimi i ligjit, ai ka prodhuar më shumë pasiguri, më shumë frikë dhe një përkeqësim të mëtejshëm të klimës biznesit. Duhet teksuar me forcë se këto ligje u miratuan ashtu siç edhe vetë qeveria i kërkonte, pa asnjë ndryshim, edhe pas kërkesave të përsëritura të deputetëve të opozitës për më shumë transparencë, qartësi dhe garanci ligjore. Sot pas 4 muajsh mosbestim, pasojat janë qarta. Administrata tatimore vepron pa rregulla. Bizneset ndëshkohen dhe vullneti i kuvendit të Shqipërisë shpërfillet. Ky është një rast tipik dhe skandaloz, ku administrata është bërë më e fortë se kuvendi dhe ku një ministri përmes mosveprimit ka arritur të bllokojë zbatimin e ligjeve të votuara nga pushteti legjislativ. Ky precedent cënon drejt për drejt parimin e ndarjes pushteteve dhe minon autoritetin e kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Në këto kushte, Bozdo kërkoi nxjerrjen e menjëhershme të gjitha akteve nënligjore për zbatimin e këtij kuadri ligjor, ndalimin e çdo veprimi tatimor për detyrime të falura me ligj, transparencë të plotë mbi zbatimin dhe subjektet përfituese, si dhe përgjegjësi politike dhe administrative për këtë sabotim të hapur të ligjit. Po ashtu, ai bën thirrje biznesit të refuzojë çdo kërkesë abuzive të administratës tatimore, që në kundërshtim me ligjin, kërkon atë që ligji ja ndalon. Biznesi nuk mund dhe nuk duhet të mbahet peng i arrogancës dhe mosveprimit institucional. Kur ligji miratohet nga kuvendi dhe nuk zbatohet nga qeveria, problemi nuk është teknik, është politik.
Përmes një kërkese, kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj kërkon që gjykata administrative të transmetoj live seanca gjyqësore lidhur me padinë e ngritur prej tij për shpalljen të paligjshme të dekretit të presidentit që ka emëruar Ols Dadon prokuror. Veliaj sjell shembullin e gjykatës kushtetuese që i transmeton drejt për drejt seancat si standard që garanton aksesin e qytetarëve në drejtësi. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj ka kërkuar gjykatës administrative transmetimin live të seancave gjyqësore lidhur me padinë e ngritur nga ai ndaj prokurorit të posaçëm Ols Dado dhe institucionit të presidencës. Veliaj ka kërkuar në gjykatën administrative shpalljen të pavlefshëm të dekretit të presidentit për emërimin e Ols Dados si prokuror, me argumentimin se ai nuk ka mbaruar shkollën e magjistraturës dhe nuk plotson kriteret. Veliaj në kërkesën e tij argumenton se parimi i transparencës së gjykimit duhet të garantohet në mënyrë reale dhe efektive duke i dhënë mundësi publikut që procesin gjyqësor ta ndjek drejt për drejt. Nga qelia e paraburgimit të Durrësit ku qëndron pas arrestimit në 10 shkurt 2025, Veliaj thotë se kufizimi aktual në ndjekjen fizike të seancave nuk përmbush standardin e transparencës që kërkon ligji. Ai sjell si shembull rastin e gjykatës kushtetuese, që i transmeton live seancat publike si standard për garantimin e transparencës dhe aksesit të qytetarëve në drejtësi. Kreu i Bashkisë Tiranë thotë se kjo praktik duhet të shërbejë si model për të gjitha gjykatat, pasi transmetimi drejt për drejt është i pajtueshëm me solemnitetin dhe zhvillimin normal të procesit gjyqësor. Veliaj thotë se transmetimi i seancave gjyqësore është edhe një detyrim ndaj publikut dhe atyre që e kanë votuar 3 herësh si kryetar të Bashkisë Tiranë, me qëllim që ata të mësojnë në kohë reale çdo fakt e të vërtetë rreth tij. Veliaj thekson se për shkak të funksionit të tij publik, interesit të lartë që mbar çështja, personave të shumë të interesuar, aplikimi një standardi më të kufizuar nga gjykatat e tjera do të cënonte të drejtën e publikut për të përçuar zhvillimin e çështjeve, besimin e publikut dhe do kompromentonte qëllimet e këtyre proceseve. Ols Dado është një nga 2 prokurorët e SPAK që kanë hetuar çështjen ndaj kryebashkiakut Erion Veliaj, i marri pandehur për disa akuza penale dhe i arrestuar prej shkurtit 2025. Në një kohë kur shumë aeroporte europiane përballen me radhë dhe vonesa, aeroporti ndërkombëtar i Tiranës veçohet për efikasitetin e tij fal investimeve të Kastrati Group. Sistemi i automatizuar i kontrollit dhe menaxhimi i fluksit të pasagjerëve kanë shkurtuar ndjeshëm kohën e pritjes në hyrje dhe në dalje. Këtë përvojë pozitive ka vlerësuar edhe gazetari britanik Simon Calder, i cili e cilësoi aeroportin e Tiranës si një nga më efikasët në rajon. Në një kohë kur aeroportet europiane po përballen me radhë të gjata dhe vonesa për shkak të zbatimit të sistemit të ri të hyrje-daljeve, por edhe për shkak të infrastrukturës së pamjaftueshme dhe kontrolleve të shtuara, aeroporti ndërkombëtar i Tiranës po ndjek një model krejt të kundërt, fal investimit dhe vizionit të Kastrati Group. Në Tiranë, procesi i identifikimit të udhëtarëve është automatizuar në nivele të larta. Çdo qytetar që hyn në Shqipëri vendos pasaportën në sistemet automatike dhe verifikimi përfundon brenda pak sekondash, pa krijuar radhë dhe vonesa. E njëjta procedurë aplikohet edhe në dalje për qytetarët e Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara dhe Kanadas, ndërsa numri i lartë i sporteleve dhe kontrolleve bën që fluksi të menaxhohet pa bllokime. Ky model është vlerësuar edhe nga gazetari britanik Simon Calder, i cili në një intervistë për CNN e cilësoi eksperiencën në Tiranë si një nga më efikaset në rajon. Came back from Tirana, a marvelous airport where it took 5 seconds to get. Unë sapo jam kthyer nga Tirana, që ka një aeroport të mrekullueshëm. Mu deshën vetëm 5 sekonda për procesin e identifikimit. Vendosa pasaportën dhe kalova menjëherë. Nuk ka rëndësi nëse je europian, britanik apo amerikan. Fut pasaportën e skanon menjëherë dhe të lejon të futesh në vend. Investimet e Kastrati Group gjatë viteve të fundit në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës kanë modernizuar infrastrukturën dhe kanë rritur kapacitetet për përpunimin e pasagjerëve. Paralelisht, rritja e numrit të linjave ajrore, veçanërisht të kompanive low cost si Ryanair dhe Wizz Air, e ka kthyer Tiranën në një pikë kyçe për udhëtarët në rajon. Me çmime konkurruese dhe destinacione të reja që shtojnë vazhdimisht, aeroporti po tërheq jo vetëm pasagjerë shqiptar, por edhe udhëtar nga Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi. Në kontrast me problemet që po shfaqen në shumë aeroporte të Bashkimit Evropian, rasti i Tiranës po shihet si një shembull se si investimi në teknologji dhe organizim mund të përkthehet në shërbim më të shpejtë dhe efikas për udhëtarët.
Blegtorët e zonës së Maliqit ngren shqetësimin se zbatimi i paketës së maleve ka sjellë kufizime në përdorimin e tokave për kullota dhe burime ujore. Ata kërkojnë zgjidhje nga institucionet përgjegjëse, teksa deklarojnë se nëse nuk merren masa, do të heqin dorë nga blegtoria. Banorët e fshatit Pirg në Maliq ngren shqetësimin për mungesën e kullotave dhe burimeve ujore, teksa e lidhin këtë me zbatimin e paketës së maleve, e cila sipas tyre ka sjellë kufizime të reja në përdorimin e tokave që tradicionalisht i kanë shfrytzuar. Sipas blegtorëve, prej më shumë se 30 vitesh ata kanë përdorur kullotat për bagtitë e tyre. Por së fundmi këto toka janë marrë dhe rrethuar, duke u apamundsuar përdorimin. Ata shprehen se dhe burimet ujore janë zënë, duke e bërë të vështirë sigurimin e ujit për bagtit. Po bëjmë 30 vjet. Neve na kanë zënë kullotat e bagtive dhe burimet, edhe i kanë marrë. I kanë marrë edhe thonë tash i heshtë paketa e maleve. Edhe i kanë marrë, i kanë rrethuar. Ju nuk keni ku i kullosni me bagti? Jo. Ku i kullotat? Tash i poshtë i me të keq i ki poshtë. Marrë edhe djalën vet, e i ki të dy në për lumët, me do një arkë që se kanë bjellë, në për këto. Kjo ka kohë, kjo ka 5-6 vjetë. Shumë më keq. I marin nga këto toka që i marin për 100 ditë, edhe i ka blerë në bashkia ku i ka marrë në shtetë, edhe e ka blerë dhe du këtu, për 99 vjetë, si shite. Blegtorët tregojnë se janë të detyruar të lëvizin bagtit në përlumenj dhe zonat të papërshtatshme, ndërsa në shumë raste përballen edhe me gjoba nga autoritetet nëse i çojnë në zonat të ndaluara. Poshtë jo, se ma ngrur, ma njonxën normale. Edhe lartë jo, ujit e kanë marrë. Tash duhet një rrugëzirje kjo. Ku të vend tankojmë, ku? Është tokë shtetërore. Kur unë e kam në tapi. E ma ka tapin e pas një dit, ma ka mërë me vijë, tash e ka nequr. Nuk e di unë se se ka marrë, se ka mërë, nuk e di. Po neve nuk kemi nga veme. Që dalë poshtë më se policia, se kam paguar gjoba unë sa. Në Bashkinë Maliq janë regjistruar mbi 100 kërkesa nga persona që duan të përfshihen në paketën e maleve. Ata kërkojnë një zgjidhje nga institucionet, pasi paralajmërojnë se nëse situata vjen kështu, do të detyrohen të heqin dorë nga blegtoria. Pas përfundimit të mandatit si presidente e Kosovës, presidenti amerikan Donald Trump i ka dërguar një letër Vjosa Osmanit ku mes të tjerash ka vlerësuar bashkëpunimin në kuadër të bordit të paqes. Trump shkrua në letër se vlerëson Osmanin si një mike të SBA-s dhe thekson se pret me padurim vijimin e bashkëpunimit në vitet në vijim. Kemi arritur shumë së bashku në një periudhë të shkurtër kohore, veçanërisht bashkëpunimin ton në kuadër të bordit të paqes. Pjesëmarrja e Kosovës në këtë nismë të re premtuese do të luajë një rol të jashtëzakonshëm në përfundimin e konflikteve në Marbotën, duke promovuar njëkohësisht lirinë dhe mirëqenien për të dy popujt tanë, po lini pas një trashëgimi të rëndësishme që do të formsojë një të ardhme të vendit tuaj, rajonit të Ballkanit dhe gjithë Europës. Ju keni qenë gjithmonë një mike dhe partnere besueshme Shteteve të Bashkuara dhe mezi pres vazhdimin e bashkëpunimit tonë në vitet në vijim, shkruhet në letër. Vjosa Osmani përfundoi mandatin si presidente e Kosovës më 4 prill, ndërsa nuk arriti të kandidonte për një mandat të dytë. Departamenti Amerikan i Shtetit lëshoi të hënën kufizime vizash për 75 persona të cilët sipas tij janë të lidhur me kartelin Sinaloa në një përpjekje për të shuar operacionet e trafikimit të drogës të organizatës kriminale transnacionale meksikane. Karteli Sinaloa kontrabandon fentanil të paligjshëm, të cilin presidenti e caktoi si armë të shkatërimit në masë dhe drogat të tjera vdekjeprurse që dëmtojnë komunitetet amerikane, shkroi sekretari i Shtetit Marco Rubio në një deklaratë. Vendosja e kufizimeve të vizave për trafikantët e drogës, antarët e familjeve të tyre dhe bashkëpunëtorët e ngushtë personal dhe të biznesit jo vetëm që do të parandalojë hyrjen e tyre në kombin ton, por do të shërbejë edhe si një pengesë për vazhdimin e aktiviteteve të paligjshme, shtoi ai. Në shtator, Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara vendosi sanksione gjithashtu antarëve të një fraksioni të kartelit Sinaloa të njohur si Los Mayos.
Kemi mbritur kështu në fund të këtij edicioni informativ. Për zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, ju mund të klikoni në balkanu.com për të njohur me lajmet në kohë reale dhe për të ndjekur në live stream News 24 në çdo moment. Pas pak do t'jeni me kolegen Klodiana Lala dhe emisionin e saj në Shënjestër. Faleminderit për vëmendjen.